Hungaria po përballet me një periudhë të trazuar politike pas humbjes në zgjedhjet e kryeministrit Viktor Orban ndaj rivalit të tij Peter Magyar. Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, bashkëpunëtorët më të afërt të Orbanit kanë nisur një lëvizje të shpejtë për të transferuar pasuritë e tyre jashtë vendit. Burimet të cituara nga media britanike Guardian bëjnë të ditur se avion privat janë parë duke u nisur rregullisht nga Vjena, të ngarkuar me pasuri të individëve që përfituan gjatë viteve të qeverisjes së Orbanit. Ndërkohë, të tjerë po zhvendosin asetet e tyre në vende si Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Oman, si dhe në destinacione më të largëta si Australia dhe Singapori. Figura të rëndësishme pranë ish kryeministrit thuhet se po shqyrtojnë gjithashtu mundësinë e sigurimit të vizave në Shtetet e Bashkuara, duke kërkuar të lidhen me institucione pranë bazës elektorale të Donald Trump. Udhëheqësi i ri Peter Magyar ka reaguar ashpër, duke akuzuar oligarkët e lidhur me partinë Fidesz se po përpiqen të shmangin përgjegjësinë përmes transferimit të pasurive. Ai ka bërë thirrje për ndërhyrjet e menjëhershme nga autoritetet për të ndaluar largimin e personave të përfshirë në atë që ai e cilëson si krime financiare. Në qendër të akuzave është edhe biznesmeni Lorinc Mezaros, një nga njerëzit më të pasur në Hungari dhe i afërt me Orbanin, ngritja e të cilit lidhet me kontrata publike gjatë viteve të qeverisjes. Ndërkohë, raportimet të tjera flasin për largimin e disa familjeve oligarkësh nga vendi, përfshirë tërheqjen e fëmijëve nga shkollat dhe organizimin e sigurisë për largim të menjëhershëm. Autoritetet pritet të përballen me një proces të gjatë hetimesh për rikuperimin e pasurive të dyshuara si të përfituar në mënyrë të paligjshme. Paralelisht, ka pretendime se dokumentet e rëndësishme po trashëgatërohen në ditët e fundit të qeverisjes së Orbanit.